Vjolla, një rast në Turqi ka tërhequr vëmendjen e çifta mediave, jo vetëm në Shqipëri, por edhe të mediave botërore, bëhet fjalë për një nismë që kanë marrë ata për të, po themi, peshuar të gjithë qytetarët si pasojë e të dhënave që kanë marrë për mbi peshë. Si e gjykoni këtë nismë dhe a thuhet që kjo nismë vjen në Shqipëri? Patjetër, do ishte shumë mirë që Turqia të merrej si shembull, por kjo qëndron vetëm në nivelin e macjeve. Unë do doja që të shikoja diçka më shumë në nivelin e hapave parandalues, po pse jo menaxhues dhe trajtues të kësaj problematike. Është një nismë shumë e mirë, sepse kur kemi shifra, kur kemi numra, kemi edhe një dërgjegjësim për qytetarët ose për gjithë ata të cilët duhet të kuptojnë, qoftë besit, qoftë familjarët, apo edhe moshave të treta, se sa e rëndësishme është të parandalosh obezitetin, grypeshën, e cila nuk është thjesht një problematik shëndetësore, por është shoqërohet në të njëjtën kohë me një kaskadë problematikash të tjera shoqërore, që lidhen pothuajse me çdo sistem në organizmin tonë. Mendoj që organet kompetente këtu duhet të marrin shembull të iniciativë, por jo vetëm, duhet vazhdojnë edhe më tutje për marrjen e masave parandaluese. Kur them të masat parandaluese, flas gjithashtu edhe bashkëpunimet, mjekët së bashku me doktorët e nutricionit për të krijuar ndoshta qoftë një platformë ose një lloj projekti që do të jetë gjithmonë në shërbim të gjithë popullsisë për të parandaluar këtë problematikë. Çfarë mendoni për ushqimet e grup moshave të ndryshme që në Shqipëri konsumojnë? Me sa qoftë nisur edhe nga menut e ndryshme që kam parë më shumë në për qerdhe dhe kopshte private, kryesisht është një menu e pasur, me të gjitha ato dhe pjesën e karbohidrateve, edhe pjesën e fibrave, të proteinave, të ymbylave të shëndetshme në të njëjtën kohë, por pyetja është se sa të zbatueshme janë ato. Pyetja është se sa vërtet fëmijët i marrin dhe i konsumojnë ato. Flas edhe si prind këtu. Ne prindrit mund të edukojmë shumë mirë fëmijët tanë duke edukuar frigoriferin në shtëpi apo duke edukuar atë raftin e ushqimeve në shtëpi, por kur na del fëmia atje për jashtë, sa i ndërgjegjësuar është, sa i edukuar është, apo qoftë edhe presioni që mund të ketë nga shoqëria. A ushqehet vërtet ai me atë protokollin që ka mësuar fëmia në shtëpi, apo qoftë edhe në shkollë që mund t'i japin sugjerime të ndryshme mbi ushqimin e shëndetshëm? E kjo është një problematikë më vete, që këtu ka shumë faktorë pastaj. Është ndikim shumë i madh i mjedisit, por jo vetëm. Është ndikim shumë i madh i mediave në të njëjtën kohë. Është ndikim shumë i madh i komplet industrisë ushqimore. Një ndër problematikat që unë kam ngritur kohë pas kohe është për shembull që ne kemi sot fëmijë që pinë pije energjike. Dhe jo vetëm që kjo shoqërohet me një tejkalim të masës trupore, po kjo shoqërohet me probleme shumë të rënda, sidomos tek moshat e hershme. Edhe fatkeqësisht në qarkullojnë nëpër Ballkan edhe pije energjike të cilat janë të dedikuara për fëmijë. Pra, në këtë rast, nuk kemi thjesht ne prindrit, po duhet një lloj bashkëpunimi dhe me organet kompetente, të cilët ose duhet i taksojnë këto produkte apo produktet me përmbajtje sheqeri. Po dhe një gjë tjetër që është shumë shqetësuese, dhe në optikën e një profesioniste, por edhe në optikën e një prindi, është marketingu i këtyre produkteve që bëhet vazhdimisht nëpër televizionet të ndryshme. E dim të gjithë, reklamohen shumë pijet me sheqerna, reklamohen shumë lloje të ndryshme të patatinave, të çokoladave, të biskotave, të cilat në optikën time, për mendimin tim, nuk duhet të konsumohen sidomos nga fëmijët e vegjël. Lidhur me edukimin e ushqimit. A mendoni që Shqipëria ka bërë mjaftueshëm që të edukohet se çfarë duhet konsumohet dhe a duhet bëjmë më shumë edhe për kontrollin e ushqimeve për cilët unë mendoj që gjithmonë ka vend për të bërë për shumë. Me informacionet e mia deri para disa vitesh ka qenë një ligj edhe në që i përkiste pjesës shkollave që në afër shkollave nuk lejohesh përdorimi ose hapja e fast foodeve të ndryshme. Mendoj që ajo ka funksionuar vetëm në letër, sepse në praktik, nisur ndoshta edhe nga eksperjenca personale me fëmijët e mi, vërtet fëmijët kanë dalë dhe gjithmonë aty afër e kanë pasur një byrë ftore, e kanë pasur një fast food që e kanë marrë ushqimin lehtësisht.
Kam përshtypjen që ka ende shumë punë për të bërë në pjesën e ndërgjegjësimit. Kjo mund të bëhet në forma të ndryshme, mund të bëhet në formën e projekteve që bëhen me doktorët e nutricionit, apo me njerëz të cilët janë të profilizuar në fushën e ushqimit, të profilizuar në fushën e kontrollit të ushqimit, që në një farë forme dhe vetë fëmijët të bëhen si një lloj mini inspektorat vegjël që të shkojnë të kontrollojnë çfarë përmbajtje ka, qoftë nga data e skadencës, ose nga nëse ka një përmbajtje të lartë të sheqerit, ose të yndyrnave trans, ose yndyrnave të hidrogenizuara. Duket sikur këto janë gjëra që po kërkojmë shumë nga fëmijët. Por ne duhet të ecim me hapin e kohës. Për sot kemi të zhvilluar inteligjencën artificiale dhe në anën tjetër kemi fëmijë të cilët nuk i njohin frutat dhe ka eksperimente të ndryshme për këtë. Keni eksperimente sociale që janë publike edhe në YouTube edhe në platforma të tjera që fëmijët mendojnë që makaronat rriten në fe. Pra, informacioni është shumë i vogël, ndërkohë që në anën tjetër teknologjia e informacionit dhe inteligjenca artificiale është duke bërë namin. Pra, ka projekte të ndryshme. Mendoj që nëse bëhen bashkë profesionistët shëndetësor, doktorët, apo doktorët e nutricionit, mësuesit, institucionet përkatëse, institucionet kompetente, qendra e kontrollimit të ushqimit, mendoj që mund të krijohen projekte shumë të lezetshme, mund të marrim shembuj të ndryshëm nëpër botë, që ne të arrijmë pikën e ndërgjegjësimit, që fëmijët të dinë se çfarë të përdorin dhe çfarë mos të përdorin. Ju folët pak për inteligjencën artificiale. Sa e këshillueshme është që njerëzit e ndryshëm të futen tek ChatGPT apo themi edhe të kërkojnë një dietë ose të kërkojnë se çfarë duhet të hanë apo jo. A mendoni që ti mund të marrësh informacionin e saktë aty? Në profile të tjera mund të japi përgjigje shumë të mira të zgjuara pa diskutim, por unë si profesioniste e testoj shumë shpesh chatën, edhe mund të them që nëse flasim për individ apo për pacient të cilët kanë një sëmundje të caktuar dhe kërkon një regjim ushqimor, qoftë edhe një javor nga qeti, ju them me siguri dhe me të dhëna të vërtetuara që qeti ju jep sugjerime të gabuara. Arsyeja pse ende nuk e di, mbase nuk i ka ato informacionet e duhur, mbase edhe nga njerëzit e duhur, por sugjerimet e përgjithshme qeti i ka shumë të mira. Dhe janë sugjerime që i din pothuajse të gjithë. Të pish më shumë ujë, të merresh më shumë me aktivitet fizik, të hash më shumë fruta, perime të tjera me radhë. Por nëse flasim për sëmundje të ndryshme dhe për pacientë që kanë nevojë për terapi ushqimore, patjetër që duhet të kontaktojnë specialistin e fushës, sepse mund të merrni vërtet informacione të gabuara dhe në vend që të bëni mirë, trupi tuaj mund t'i bëni krejtësisht toksik. Shpeshherë njerëzit kanë dilema dhe pyesin kur është koha ideale për të hëngur darkë. Dhe a duhet konsumuar darkë asnjëri? Atëherë, kjo pjesa e konsumimit të vakteve ka teori të ndryshme. Megjithatë, unë me referencat e mia që kam, di të them që ne sa më shpesh që ham, aq më shpejt plakemi. Dhe aq më shpejt ne le të themi nuk duhet që ta mundojmë organizmin ton, pra duhet ta lëmë pak që të pushoj, sepse gjatë gjithë kohës duke ngrënë, mëlçia është duke punuar, veshka është duke punuar, duke sintetizuar, duke prodhuar enzima të ndryshme për procesin e tretjes. Edhe trupi jon ka nevojë një lloj ushqimi dhe unë preferoj që 3 vakte në ditë, nuk jam për ato snacks ose për ato mesvaktet. Një lloj regjimi ushqimor që është shumë i studuar kohët e fundit, edhe për të cilën është marrë për mekanizmin e tij, është marrë dhe çmim Nobel në vitin 2014, në mos gaboj, nga Dr. Sumi, është pikërisht pjesa e agjërimit me intervale ose njihet ndryshe si intermittent fasting, agjërim me ndërprerje. Ka forma të ndryshme në këtë lloj agjërimi, por në eksperiencën time, 14 vjeçare, kam parë që personat të cilët duan që të jetojnë shëndetshëm dhe duan që pak edhe të dobësojnë ose të arrijnë atë peshën ideale trupore që u përshtatet metabolizmit të tyre, shërben shumë mirë 12-6. 12-6 do të thotë që shmanget mëngjesit, dhe mëngjesit dhe dreka bëhen bashkë në orën 12 dhe konsumohet ushqim në fashën e orarit, në dritarin e orarit nga 12 deri në orën 6. Mund të hash sasi sa të duash, mund të hash 2 pjata me fasule, mund të hash mishin, mund të hash peshk, pra mos të kufizoni te kalori. Unë nuk kam bërë kurrë në jetën time një regjim ushqimor me kalori, sepse nuk e besoj këtë lloj regjimi. Por pas orës 6, ti nuk konsumon asnjë gjë përveç se ujë dhe çaj. Praktikisht i qëndron 18 orë fasting. Që në 18 orë fasting aktivizohet një mekanizëm, një proces i cili njihet me emrin autofagia, që do të thotë vetë ngrënie.
Pra që Liza fillon han vetvete, po han vetvete, pra han komplet ato pjesët e badëshërueshme që ti ose ekstra që ti i ke dhënë gjatë gjithë kohës që ti ke konsumuar ushqim, që do të thotë edhe nëse ke marrë proteinë më shumë se ç'duhet, dhe kjo proteinë është bërë proteinë toksike për qelizën tënde, edhe nëse ke konsumuar avokado më shumë se ç'duhet, gjatë 18 orashit fillon qeliza të pastrohet nga gjitha toksinat, nga gjitha elementet që asaj nuk i duhen më. Pra praktikisht ti jep mundësi trupit. Edhe han mirë, i merr të gjithë nutrientët, frutat, perimet, mishin, peshkun, dritrat, fibrat komplet në fashën 12/6, po pjesën tjetër duhet ja japësh trupit tënd atë qetësinë që ai të pushojë, të tresi dhe të absorbojë siç duhet të gjitha elementet që i duhen. Shumë njerëz ose shumë po themi studiues thonë që mëngjesi është shumë i rëndësishëm. A do të konsumuar mëngjesi dhe kush janë gjërat që mund konsumohen? Për fëmijët mëngjesi nuk duhet të shmanget asnjëherë. E di që ka teori të ndryshme, unë nuk besoj në formulat absolute. Unë mendoj që çdo njeri ka individualitet biokimik, që do të thotë ne jemi njerëz të ndryshëm, që reagojnë në forma të ndryshme. Pra një kokërmoll mua mund të më bëjë shumë mirë, por ndoshta juve ju bën ta. Personat të cilët zakonisht kanë një tension të ulët, nuk është e sugjeruar që ta lënë pa konsumuar mëngjesin. Personat që kanë për shembull nevojë që të humbasin disa kilogram, mund sugjeroj që ta shmangin mëngjesin. Studentët nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. Personat të cilët merren me aktivitete të shtuara fizike nuk duhet ta bëjnë këtë gjë. Por kjo është gjithmonë duke arritur në atë nivelin që ti ta pyesësh veten tënde që nëse ti je i keq dhe nuk të bën mirë mos mbrojnë mëngjesin, patjetër që mund ta shmangësh këtë. Por është e rëndësishme që darka patjetër të largohet, flas gjithmonë për personat që duan që të kenë një metabolizëm mirë dhe të humbasin peshë në mënyrë të shëndetshme dhe pa i kthyer ato kilograma. Sigurisht, ata persona të cilët e preferojnë darkën, unë do të sugjeroja që të paktën darka të hahet 2 deri në 3 orë përpara se të flejmë gjë. Djola, mund ta flisi pak për panairin? Në fakt është hera e parë që marr pjesë në panair, është një organizim shumë i mirë, edhe unë vi me linjën time që e kam prej 7 vitesh po tashmë kemi kaluar në standard certifikimi dhe është e prodhuar në laboratoret e Bashkimit Evropian. Është linja e nutrikozmetikës, në qëndrojë gjithmonë brenda natyrales, jo vetëm ushqim nga brenda, por edhe ushqim nga jashtë, sepse çdo gjë që ne i vendosim lëkurës, afërsisht po 23 sekonda hyn në sistem qarkullimit gjakut dhe energjia është ajo e cila preket e para, është laboratori i trupit tonë dhe përpunon çdo gjë që ne i japim. Linja është e tillë që mund të provosh domethënë me gjitha elementet natyrale që janë elemente që mund të absorbohen në lëkurë dhe nuk kanë asnjë lloj efekti anësor. Jam e kënaqur, ka shumë interesim edhe më vjen mirë që shoh produkte të ndryshme. Por akoma më mirë më vjen që ne jemi linja e vetme që kemi produkte natyrale pa efekt anësor. A ka dyqan fizik në Tiranë? Neve nuk kemi dyqan fizik në Tiranë, operojmë vetëm në Kosovë, se për herë të parë kemi ardhur. Po që shpresoj së shpejti, sepse unë kam 3 fëmijë, po doktor botanika është një e 4 për mua, kështu që jam shumë specifike për të zgjedhur atë distributori që do ta meritoj. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.